Unë quam Zemi Mehmeti, në komuniteti rom. Vim, do më thonë, në shtetin në imigrimi. 2014 kena marrë rrugët e imigrimit. Nuk zjadëm shumë, u këthym prapë në Shqipëri. Aty mas të ne fillun kalamajt të shkollën në Shqipëri, prapë. Shkolla Izberishti 9 vjeçare. Djali i madh është klas 9, tjetri është klas 7, goza është klas 4. Në kanë ndihmuar, në kanë afru shkollën. Edhe i kemi regjistru fëmijët prapë në shkollë. Edhe ato kanë ecur përpara shumë, se kanë qenë edhe të zhvilluar. Ne vinë në një komuniteti rom, se s'kemi pas mundësitë atëherë të vazhdoshim shkollën. Sa kështu ka qenë koha atëherë. Edhe për veten time unë jam shumë i kënaqur, si fëmijët ditë të shkruajnë, ditë të lexojnë, njohin digitalet, njohin kompjuterat, për t'i dhënë një mesazh të komunitetit rom, domos, sepse ato kanë nevojë më tepër për një udhëzim, për një ndihmë, sepse fëmijët mas të marrin mësime, po ku do të shkojë, me çfarë do të merren? Po ne po themi, ju lutem familjarëve, të gjithëve komuniteti rom, domos, se të kanë nevojë fëmijët, t'i shohin, t'i japin ndihmën e dur, ti sa mundësi kanë, nuk po themi si të rinë natë ditë me fëmijët të mkok. Po 5 minuta, 10 minuta me pas, me hecë përpara e fëmija, kur të vinë nesër ke shkolla. Tjetë pak i përgatitur për i diçka si të punoj, a kupton, ditë të shkuj, ditë të lexoj, a kupton. Vete për këte pak të lutem të gjithë familjarëve komunitetin rom, që të hecin përpara.